Bedri Shabani, i akuzuar për spionazh, i dërgoi një letër krye prokurores së zyrës së prokurorit të specializuar, Kimberly West, në të cilën kërkonte të dëshmonte kundër ish-krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ky material është futur si provë në akt akuzën kundër tij dhe marrën e mçerimit. Në letër ai drejtohet West duke thënë se kërkon që të dëshmoj kundër ish-krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, në mënyrë që të vihen para drejtësisë siç pretendon ai, kriminalët, urdhërdhënësit, vrasësit dhe të gjithë ata që ndihmuan të fshehnin krimet. Ai prezantohet West si agent sekret i ushtrisë lirimtare të Kosovës i infiltruar në institucionet më të larta të ish-Jugosllavisë. Në një shënim tjetër të përgjysmuar, të evidentuar në akt akuzë, Shabani shpreh dyshime se punët po kryen sipas planifikime për krimet e kryera gjatë luftës. Po ashtu, në një shkrim tjetër që përfshihet në akt akuzë, Shabani kërkon kryeprokurores së speciales që të hetohet më shumë për rreth spitalit ushtarak të zonës operative të Nerodimes në Mollopolj të Shtimes.